Provimi i jurisprudencës do të zgjidhet në të njëjtën mënyrë, siç më parë u zgjodh çështja e licencave mjekësore, të cilat ishin vetëm në maqedonisht dhe u bën edhe në shqip, po edhe shumë çështjeve të tjera, të cilat u zgjodhën po në të njëjtën mënyrë. Njofton Izet Mexhiçi nga Vlen, i pyetur nga televizioni Shenja, Mexhiçi tha se ka marrëveshje politike për të zgjidhur çështjen e jurisprudencës, që është edhe kërkesë e studentëve, dhe siguroi se jo vetëm jurisprudenca, por se në shqip do të jepen të gjitha provimet e tjera profesionale që deri më sot kanë qenë në maqedonisht. Pra 4 provime profesionale janë rregullu dhe kemi marrëveshje politike të gjitha tjerat pra të jenë në gjuhën shqipe, ndër këto është edhe provimi i jurisprudencës që për herë të parë pra në historinë e këtij vendi provimet do mbahen në gjuhën shqipe. Pavarësisht njoftimeve të institucioneve se është arritur pajtueshmëri që pjesa teorike e provimit të jurisprudencës të zhvillohet në shqip, ndërsa pjesa praktike në maqedonisht, kjo zgjidhje nuk është pranuar nga lëvizja studentore. Studentët të cilët protestuan në Shkup e Tiranë e që do të protestojnë edhe në Prishtinë, insistojnë se përdorimi i gjuhës shqipe në të dy pjesët e provimit është i panegociueshëm.